Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha këtë të hënë mbajti një konferencë për shtyp nga Selia Blu, ku ka komentuar zhvillimet ndërkombëtare dhe situatën politike në Iran, duke cilësuar vitin 2026 si një pikëthese për lirinë e popujve. 2026 do jetë viti përmbysjes së diktaturave, cilësoj Berisha. 2026, viti i përmbysjes së diktaturave. Viti i zi për diktatorët, viti lirish për kombet. Pas vendosjes para gjykatës të Maduros apo Ramaduros të Venezuelës, radhën duket se e kanë Ajtullah e Teheranit. Kombi Pers është i tërin këmbë për lirinë dhe dignitetin kombëtar, kundër regjimit më obskurantist që ata kanë njohur në tërë historinë e tyre të gjatë, regjimit të Ajetullahve. Ky regjim në gahmat e fundit po përdor të gjitha armë dhe mjetet, dhe dyrit e fundit ka me qindran mos mira, martir të liris. Po ashtu kreu i demokratëve ka deklaruar se parku teknologjik në Xhavzotaj në fakt është një justifikim për të vjedhur qindra milion nga taksat e shqiptarëve në vit. Se në rast se në djegësin e Tiranës, territori është pas një ndërtim dhe janë vjedhur 130 milion. Në rastin e Troplanës, përsëri nuk ka asnjë ndërtim, asnjë ndërtesë, asnjë kompani të vendosur në arat dhe livallet e Xhavzotajt, por janë vjedhur nga taksat e qytetarëve shqiptar qindra milion euro dhe janë vjedhur po nga familja Rama.